Ibn al-Qayyim tregon për shejkhun e tij, Sheikhul Islam Ibn Taymija, rahimahullah. Tregon thot, ai ishte në burg, ishte në gjendje të sprovës. Sheikhul Islam Ibn Taymija ishte në sprov, ishte në burg. Më interesantja është se Ibn al-Qayyim thot edhe shokët ku na kaplonte frika, ku na pushtonin dyshimet dhe kur toka na ngushtonte, shkojshim tek Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ka shku me vizitu në burg. Ka thonë Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka thonë veç kur e shifsh me Sheikhul Islamit, edhe kur na fliste Sheikhul Islamit. Krejt që kjo gjendje tek na shndronte, inshirah, në zgjerim, edhe në fuqi, forcë, në bindje, edhe qetësi, relaksim. Veç kur e shifshme edhe kur na fliste Sheikhul Islam Ibn Taymija, rahimahullah. Vend se këta me i dhon atij kurajo, ishte kundërta. Në sprove që Sheikhul Islam Ibn Taymija i këshillonte këta edhe bonte sebeb këtyre të ndryshohet gjendja për të mirë, që ajo frikë që e kishin t'i largohej, ato dyshime që e kishin t'i zhdu kishin. Shoku i mirë, çfarë ndikimi ka të madh, vendimtar.